E keni marrë vesh ju për shembull, e keni parë këtë foton këtu ju? Arjan Konomin është kështu opinionist të fan klubi. Tani, në ana profesionale, ne nuk i heqim dot asnjë pikë dhe asnjë presje. Për mendimin tim, duke njohur e duke ndjekur për vite me radhë, atë çka i nxjerr nga goja, nuk i përket fan klubit fare, por i përket Prime-it. Me qenë realist, t'i japim Cezarit atë që takon. Por, ajo që them unë, ose ajo që dua të them, është a do t'jeti lirë Arjani t'i japi mendimet e tia të drejta, asnjanse, në mënyrë radikale, le të themi. Pse pyes, do thonë ju e Andrea? Ta shikojmë pak të videon. Sa them këtu te Arbana sot për herë të parë, unë u largova nga Top Channel për një koment që bëra në lidhje me opinionistët e Big Brother, duke përfshirë dhe ty. Dhe më morën drejtuesi Top Channel, më thanë, "Hiqja atë koment." I thash, "Unë tani e kam postuar, nuk e heq më." Dhe nuk e hoqa. Më dhanë një pezullim dhe më thanë, "Nëse nuk e heq, do largohesh ti." Okej, thash unë, largohem unë. Pra Arjani është larguar nga Top Channel-i për një opinion që ka bërë kur ka qenë Big Brother VIP 2, ai sa kuptova se u drejtua Zhakut. Pse se ka dhënë mendimin e tij të lirë kundrejt opinionistëve dhe drejtuesit e Top Channel i kanë kërkuar Arjanit ta heqin atë komentin, ai s'e ka pranuar sepse e ka publikuar dhe ata i kanë thënë ose hiq komentin ose largon nga Top Channel. Pra e kanë ndaluar në një farë mënyrë të shprehë atë opinionin e tij. Tani lind pyetja, a do të jetë Arjani vërtet në gjendje ta shprehë mendimin e tij 100% pa u ndikuar për shembull nga të tjerët, se le të themi që kjo fjalë për shembull ku pështyn në Lëpin, kjo ka marrë tjetër kategori, është bërë për t'i vënë kurorën, se tashmë Sakanike ka ndalur nga Top Channel-i, e sa po kthehen e sa kanë për të kthyer akoma. Nëse Topi gjithsesi është një shtëpi e madhe, ka vend për të gjithë dhe normale që le të mundohet çdo kohë. Di çka kam rënë unë që sado që janë munduar njerëzit ta ulin për shembull drejtuesit e atij formati, por prapse ata i kanë marrë. Normale që i kanë marrë deri në momentin që kanë interesat e tyre, se kjo punë është po çështje biznesi. Por ngelet për të parë nëse Arjani do të thojë mendimin e tij 100% ashtu siç ai di apo jo. Për sa i përket pjesës në ana profesionale, për mendimin tim Arjani e meriton të jetë në Prime. Se në kohën kur ka komentuar Arjan Konomi Big Brotherin, ka qenë jo VIP, ka pas qenë, e mbaj mend shpejt me virusin, mos gaboj, nuk e di kush ka pa, duket se virusi ka qenë shumë lart me opinione dhe Arjani është me opinione shumë lart, prandaj them që duhet të jetë në Prime, jo në Big Brother në fan club. Por se sa do të jetë në gjendje të komentojë i lirshëm, kjo ngelet për të parë, se jo mos largu para një muaji foli këtë intervistë që foli te Arbana. Nëse bana ti mos u mërzit zemra, ti vazhdo shpirti, vazhdo programin tënd ti. Kur ta shikosh të arsyeshme, ktheu edhe ti te Topi.